këtu sepse e shoh që është një terren ku me sa pak eksperiencë kam unë këtu, vetmia është armiki numër 1 që ka, le të themi, Amerika, pra pa shoqëri këtu je. Edhe gjej rastin pastaj të përshëndes edhe gjithë miqtë e Wilsonit, gjithë ata që unë kam njohur këtu, më kanë dhënë një respekt, një mikpritje maksimale, edhe gjithë shqiptarëve pa përjashtim që unë kam pas rastin t'i takoj qoftë pjesë të stratës, por edhe në fusha tjera si Supermani edhe kështu me radhë. Ka qenë një eksperiencë fantastike. Pra Amerika është Amerika për ty, është ajo që ne shohim në filma. Nuk ka treguar anën e problemeve vetëmise, frikrave, anktheve, e pamundësisë. Domthonë Amerika ka treguar faqen e mirë për ty. Le të themi për fat nuk e kam provuar atë pjesë, por